Themeli akaidik, ideologjik. Ky themel përfaqëson boshtin kurrizor të çdo mendimi dhe prapavijen e domosdoshme të çdo sjelljeje. Po ashtu përfaqëson mbështetjen kryesore në lëkundjet dhe ndërrimet e kushteve të ndryshme jetësore. Për atë shkak, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e vendosi themelin ideologjik si themel të parë në metodologjinë e edukimit të fëmijëve, se kur e ka plënë zemrën dhe besimin e njeriut, dyshimi dhe dobësia, i lëkund dhe çrregullon pjesët pasuese të saj, si mendimin, sjelljen dhe konceptin. Prandaj, e vërejti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se obligohet përforcimi i besimit në zemrat e fëmijëve prej moshës fëmijërore. Kështu që ata fëmijë më vonë të rriten me palëkundshmëri të dalluar në ideologji dhe metodologji. Me themel ideologjik këtu nënkuptojmë atë çka mundet të vendoset dhe përforcohet në zemrën e fëmijëve, prej besimit në Zotin e tyre, prej besimit në emrat dhe cilësitë e Tij, prej kuptimit të qenurit të rob i Tij, pastaj besimit në profecit, librat qiellor, ditën e fundit, kaderin, fshatësitë dhe të padukshmet. Pra, ky themel i përfshin të gjitha anët e jetës, dhe të gjithë pejgamberët në thirrjen e tyre në njësim dhe besim të Allahut kanë ardhur me këtë themel. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte i kujdesshëm në mbjelljen e besimit të pastër në Allahun azza wa jall në zemrat e fëmijëve të tij dhe fëmijëve të ummetit, dhe s'lejonte që të bien viktima të epsheve të tyre apo ideologjive të ndryshme që t'i largojnë prej rrugës së drejtë.